prapë të policia. Do kalojmë të policia. Treshje zvarr, gazi lotësjellës, ai piperja rinjve, dhuna me shelma, goditje në komisariate. Kësaj thoni ju policie europiane? Kësaj thoni policie europiane? Dhe ç'është më e rënda? Ç'është më e rënda? Ka nisur policia e shtetit hetim, sipas tyre për 10.000 shqiptarë që flasin lirshëm në internet dhe u fusin nga një review negative klientëve të Edi Ramës. Kjo është. Nëse dikush i ka nxirr imazhin e Shqipërisë, është kjo qeveri. Kjo është qeveri. Sepse imazhi i Shqipërisë ka ngrit protesta, që flet e gjithë bota e civilizuar, që flet Parlamenti Evropian, që flasin mediat perëndimore, për rini shqiptare që është ngritur në këmbë dhe kërkuan një vend normal, një vend ndryshe. Ndërsa ju keni shkuar në media si një vend që me parat e buxhetit paguani një këngëtar adhurues të Hitlerit. Ju, edhe flisni për imazhin ju që del kryeministri flet në anglisht, si i vetmi vend që ka shpëtuar e brend gjatë lufte. Dhe çfarë bën? Paguan me paratë e shqiptarëve një adhurues të Hitlerit që vjen në Tiranë.